Hello friends, welcome back and happy Friday. Today it's March 14 and we today celebrating the full moon in March. Full moon in March, it's my lunar calendar, it's a new moon. I want to show you 10 rituals in full moon in March in a new moon. Që që pa humbur kohë, po filloj. First ritual. Scrive your wishes in new moon. Apo dëshirat e juaja, shkruani dëshirat e juaja në një letër për hënën e re. Kështu që ne shkruajmë për dashurinë, për shëndetin, për paqen, për dëshirat e juaja, kështu që e shkruani një letër dhe e palosni atë. Atëherë unë e përshkruaj për shuri dua dhe kështu që shkruani sa të doni dhe pastaj e kryjm edhe këtë tjetrën ritual. Dhe pasi ta shkruajmë letrën, ato dëshira të cilat do t'i shkruajmë, sa dëshira janë, për momentin unë i kam 6, shkruajmë edhe simbolin ton të Marsit, i cila është një lule me 2 degë të cilat janë, dhe pastaj e bekojmë me qiriun të cilën e kemi ndezur, me shikoj se sa e bukur kjo, dhe duke i bekuar, duke i kërkuar që të na plotësohen të gjitha dëshirat e lutjet tona, kështu që ne edhe përfundojmë pothuajse pastaj ritualin duke e mbyllur kështu dhe shiko me ngjyrë fleta, unë për momentin kam fleta të artificiale, bëjmë kështu dhe përsëri lusim që të na plotësohen të gjitha dëshirat, të cilat i kemi shkruar në këtë letër. Kështu dhe do ta palojmë. Ja, letra jon palohet. Kështu. Dhe një herë këtu. Bekohet edhe një herë duke vendosur këtu kështu për mbi dhe duke e rahur përsëri. Ta lusim kështu shumë që të na plotësohen dëshirat, na plotësohen dëshirat kështu dhe ja ku e kemi. Rituali i dytë i bjen, apo second ritual, për ta bërë ujin, water të Boreolës me disa gjethe dhe disa drujnë të cilët gjenden në këtë kohë të këtyre Marsit dhe i kemi shumë gjëra të ndryshme të cilat kemi këtu, të cilën do t'i fusim këtu, do ta bëjmë ujin dhe do ta bekojmë dhe do ta lëmë aty për të vendosur ujë. Shiko, kemi të fleta apo gjethe të pishës, kemi dru, të cilët të momentin disa gjethe janë të thata, kemi fleta të ndryshme të cilat kemi marrën në për sokak, kështu që dhe kemi edhe bari. Shiko, kemi edhe bari këtu. Kështu që do t'i vendosim të gjitha këtu. Qështët. Të vendosim të gjitha. Kështët. Ja. Tuali bëhet. Shiko, kemi edhe gjethe të ndryshme të cilët bëjmë the water, holy water of Boreola.
Kemi gjana këtë të cilat qështu, shika, të marim të gjitha, dhe të vendosim qështu, dërojnët, të lëshojnë dhe kështu, dhe vendosim water. Okay. Do ta mbushim edhe pak. Shkoj, kemi ujin dhe i këtu dhe do ta vendosim përsëri ujë. Ok. Kemi mbushur që të tërën. Dhe duke që du ta dillim bakës. Ok. Dhe ja kusht për ta mbyllur këtu. Kështu. Ja ku i kemi. Dhe tani do ta lëm këto disa ditë të borjoles dhe shiko, na bekojmë. Duke e rretulluar kështu. Ta bekojmë, e bekojmë. Dhe pastaj do ta vendosim atje në altar. Shiko, ja ku e kemi letrën këtu dhe do ta vendosim këtu letrën e dëshirave dhe do ta vendosim këto për fundi letrës, kështu që derisa të bëhet holy water edhe ne kemi këtë qështu dhe kjo rrin këtu. Dhe ja ku përfundua edhe second ritual. Rituali i tretë, dekorimi i altarit ndryshim me të gjelbërt dhe me ngjyrat e pranverës apo të borjoles. Shiko, kjo është një gjithmonë kemi greeni me dekor, new decor, me flower për borjola, për spring, kështu që e presim dhe pastaj kemi sun të cilën e vendosim këtu, ja ku jemi këto që e bënëm kështu me të gjelbërt. Everywhere it's green, edhe me limon, me yellow, kështu të cilët ne fantasi e bëjmë dekoret tona me të gjitha pjesët kështu dhe ja ju dekoroni bukur kështu në altarit e juaj dhe me flower dhe me gjëra të bukura dhe fantastike. Kështu që kjo është këtu. Ja ku i kemi edhe hënën të cilën simbolizojnë të hënën dhe ja ku është hëna e Marsit dhe i kemi kaluar të gjitha këto moon dhe ja ku i kemi dekoret të cilat i zbukurojmë shtëpitë tona çdo herë me greeni, me të bukur, me flower, edhe kështu që e presim new moon. Kemi edhe new flower të cilët i kemi vendosur tek altare të ndryshme, kemi vendosur dekore të ndryshme të cilat vazhdojnë kështu dhe fantastik. Tulipan të ndryshëm dhe gjithandej gjelbërt dhe kemi ja ku kemi edhe një moon këtë dhe shikoj kemi simbolet tona të cilat i vendosim. Rituali i katërt është the sun, fillimi dhe lindja, the born of the sun, new sun in Borjola time. Dielli është elementi kyç pas vranësirave dhe shiut tani vjen dielli, sun, i cili është rituali i katërt, të ta presim me ngrohtësi, sepse kjo është gjallëria që jep ujit dhe tokës që vijnë pas dhe ngrohen. Kështu që kjo është
elementi i katërt apo është edhe një elementi i parë nga këto tri: qiell, ujë dhe tokë. The sun. Welcome in Boriola Sun. Rituali i pestë është uji. Uji i ri tani në Boriola është një ujë i lumenjëve, të cilët rrjedh me një ngrohtësi të mirë dhe me një rrjedh të bukur. Uji është elementi tjetër i Boriolës. Pra uji një element tjetër i Boriolës, të cilët është kyç për zhvillimin e tokës apo edhe rituali i pestë i hënës së plotë të Marsit. Rituali i gjashtë është vetë toka, vetë dheu, të cilën fillon edhe ngjallërohet. Kjo është pra e re, shikon në pjesë të ndryshme të vendit, të cilët toka edhe ngjallërohet. Kjo është hëna e re, new moon, new earth edhe new zhvillimi i saj. Kjo domethënë është zhvillimi i parë i tokës dhe është earth. Toka, një tjetër element i Boriolës. Rituali i shtatë, ngjallërimi dhe dalja e kafshëve apo edhe shpezëve nga folet e tyre. Kështu që është rituali i shtatë, pas qiellit, ujit dhe tokës, tani janë kafshët, the animals, të cilët rrinë edhe dalin. Kështu dhe janë gjithandi çdo që është e bukur dhe e mirë. Kjo është për rituali i kafshët, pas atyre gjërave të tjera. Ja dhe ku është edhe rituali i tetë, edhe hëna e plotë e Marsit, the full moon in a new moon in a March, welcome moon, edhe rituali i tetë është pritja e hënës së plotë. Ja ku është edhe hëna e plotë e Marsit dhe jemi këtu jashtë në balkon dhe ja ku është edhe full moon. Welcome in new moon in a March. In my lunar calendar, it's a March, it's a new moon. Ja ku është. Dhe ja ku është këtë shumë bukur po duket dhe fantastike. Edhe një herë afër. Ja ku është i tëri i plot. Kështu të fra. Welcome. Edhe një herë. Kjo është pra rituali i tetë, pritja e hënës së plotë. Rituali i nëntë. Pasi kemi pritur tani hënën e plotë dhe hënën e re, me që ju kallëzua me ritualin e tetë, tani rituali i nëntë është gjithmonë. Kemi në çdo ritual të hënave të plota, kemi edhe lutjet, prayer.
Kështu që do të lutemi sot, sidomos do të lutemi ato lutjet apo ato dëshirat e cilat kemi shkruar në letrën e parë, në ritualin e parë, në letrën e parë, dhe ato janë lutje për dashurinë, për shëndetin, për prindërit, për punën, për jetën, për të gjitha të mirat e të reja, me që është hëna e re, është si New Year, dhe kështu që e shohemi dhe lutemi për këtë gjëra. Kështu pra, e lutemi me qirinë në dorë dhe me disa fleta të gjelbërta për të kujtuar edhe hënën e plot të re, New Moon. Kjo pra është edhe rituali i nëntë. Jemi në ritualin e 10. Dhe rituali i 10 pothuajse gjithmonë ka qenë rituali i meditimit. Edhe kësaj radhe në hënën e plot të marsit, në hënën e re, kemi ritualin e 10 edhe ritualin e meditimit. Pas lutjeve, bën mirë që të qetësohemi, të meditojmë, ta dëgjojmë zërin e zemrës dhe t'i kujtojmë të gjitha lutjet përsëri dhe ta kujtojmë hënën e re dhe diçka të re të cilën do t'vjenë tek ne me fuqinë e fortë, me energjinë e mirë dhe energjinë e re. Do thënë, a new moon in a March, it's a new energy. Kështu që është mediti i hënës së plotë të marsit. Edhe kjo bëhet një si lutjet me qiriun në dorë, apo qiriun e lëshoni këtu në tavolinë dhe e mbani gjithmonë diçka të gjelbërt, disa petale të gjelbërta që kujtojmë edhe zhvillimin, rilindjen e tokës dhe zhvillimin e saj. Kjo është meditimi i marsit. Dhe kjo është edhe rituali i 10 i fundit. This is it for today. Kjo është pra e tëra sa kemi pregaditur edhe për sot dhe sa kemi dashur t'ju tregojmë 10 ritualet e hënës së plotë të marsit. Gjithë ju që pëlqeni videot mia, bëni like dhe bëni subscribe për pa të gjitha videot mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.